Ndërsa, a është e vërtet, ose nëse është mit që nuk ka as operacion, as kërgjo që nuk e rikthen prap problemet e sinuzit, sepse e operon, mas 2-3 vjetëve rikthehen apet, si qëndron kjo teori, doktor Arsim? Kështu, varsisht për shkaktarit cili ka pru në infekcion sinusogjen. Po. Në qoftë se kanë qenë polipet shkaktarët e infekcionit sinusogjen. Largohet. Largojmë polipet mirë, po të e marë parasysh mundësinë e përsëritjes e polipeve, ne nuk mund të themi se ke kry një intervenim dhe ke zgjidh një problem. Në qoftë se nuk jenë kontakt të vazhdueshëm me mjekun i cili, ose profesionistin në lamis përkatëse, i cili e trajton në mënyrë të vazhdueshme, mund të rikthehet prapë sëmundja. Në qoftë se ka qenë një pengesë mekanike, sistemi septume, ose një hipertrofi e konkave, ose një çrregullim i kompleksit osteomeatal, cili ka sjellë deri te paraqitja e sinusëve, e ke zgjedh atë problem, ma nuk ke me pas atë telash. Sepse ajo zgjidhet. Përveç nëse nuk ke ndonjë lëndim, i cili ndonjë frakturë që ka mujt më rikthye gjendja më pashme. Por ndryshe, mbas këtyre gjendjeve që të fundit që i përmenda, ti domethënë e ke zgjedhur. Mirë, po unë e përmenda edhe në fillim të bisedës, mirëmbajtja ndihmon shumë në parandalimin e paraqitjes së infeksioneve, kryesisht domethënë bakteriale. Sepse virale me virozat jemi në kontakt vazhdueshëm dhe ata që janë për pacientët që kanë predispozit, ose që kanë një gjendje imunitet më dopt, ata nuk mundesht ndryshe se vetëm me i trajtu në pjesën simptomatike, me mujt me ngriti imunitetin, mirëmbajt, me i largu pe i kontaktit me alergjent ndryshëm, dhe me kriju që situatën e favorshme që mos me pas infekcion.